Hoxhë, sadakatul fitri, tash jena kohën e fitrave dhe simbolika e tij. Në përgjithësi, sadakaja dhe zeqati dhe sadakatul fitri kanë atë ndikimin shoqëror. Besimtari nuk jeton në këtë dynja vetë, izoluar nga të tjerët. A jeton në këtë dynja, mirë po jeta e tij në këtë dynja, sidomos kryerja e adhurimeve më të mëdha është me kë? Me komunitetin ku ai jeton. Andaj ne falemi me njerëzit, agjerojmë me njerëzit, bëjmë bajram me njerëzit, ndihmohemi nga njerëzit, por ama edhe ju ndihmojmë njerëzve. Sadakatul fitri është pjesë e këtij mozaiku të plotë të Islamit, ku njerëzit janë për njëri tjetrin, ku besimtarët e lidhin dhe ndihmojnë dhe plotësojnë njëri tjetrin, ku ne e shohim veten tonë tek vllau jon. Andaj sadakatul fitrin Allahu xhalla wa ala, siç ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, e obligoi pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam sadakatul fitrin për çdo besimtar të lirë. Andaj çdo besimtar i cili ka agjëruar duhet që në fund të muajit Ramazanit të jep sadakatul fitr. Është një lloj sadakaje përmes së cilës ne synojmë çfarë? Dy gjëra. E para, synojmë pastrimin e agjërimit tonë. Nga e kemi këtë? Nga vetë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ai i cili na e ka treguar këtë pjesë të legjislacionit. Ai tha sadakatul fitri është pastrim i agjëruesit nga gabimet eventuale, sepse njeriu a mund të gabojë gjatë agjërimit? Pas një dyshim. Thot fjalë, haron diçka, neglizhon diçka. E këto neglizhencat, këto tejkalimet e kufive i pastron sadakatul fitri. Kjo është e para. E dyta, përmes sadakatul fitrit ne ndihmojnë tryezat e atyre të cilët nuk kanë mundësi që t'ju bëjnë tryez bajrami fëmijëve dhe familjarëve të tyre. Thjesht ju themi atyre, ju jeni vllazërit tonë dhe bajrami jon nuk mund të jetë i plot nëse ne e dim se ju nuk keni tryez bajram. Nëse ne e dim që ju nuk mund t'i gëzoni fëmijët tuaj sikur se i gëzojmë ne. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam po na nxit dhe po na stimulon, madje po na obligon me këtë gjë, që ti o besimtar që ke agjëru, që ti që ke fal gjatë Ramazanit, që ti që ke dhënë lëmosh, ka mbetë edhe diçka në fund që duhet ta bësh. Ditën e fundit, përpara se të bëhet bajrami, duhet t'japësh sadakatul fitr, sadaka e cila është simbolike, nuk është shumë e madhe, e cilën ti e jep për këta njerëz. Andaj njeriu i cili ka mundësi financiare për të dhënë sadakatul fitr, ka obligim që ta jep, jo vetëm për veten e tij. Shikoj këtë gjë. Ne japim lëmosh për veten tonë. Ti jep për veten tënde. Po me qenë ne në raport prind, fëmijë, unë jap për mua, për bashortën time, për fëmijët e mi, sadakatul fitr, për të gjithë, edhe nëse fëmija i ka 2 ditë, për dje ka lindë. Mirë, po ka ardhë kohë e sadakatul fitrit, gjithësisht fundi Ramazanit, themi që edhe për këtë fëmijë japim sadakatul fitr. E madje disa prej dietarëve shkojnë deri në atë drejtë sa që thonë për fëmijën që është në bark, jepet sadakatul fitr. E besimtari thjesht është i stimuluar, është i nxitur nga ana e Allahut xhelle xhelaluhu që ai në çdo formë që mundet të ndihmon ata të cilët kanë nevojë. Vëllezërit tonë, të cilët jetojnë me ne, të cilët i shohim nëpër vende të ndryshme, kanë nevojë që dikush t'u ashtrijë dorën e tyre. Dhe kjo ndjenjë që e ka besimtari të dëmshurisë për të tjerët, e bën atë që gjithmonë të jetë vigjilent për gjendjen e njerëzve përreth tij. Mos bëhemi neglizhent, vallai vetja ime më intereson. Po vetja ime më intereson unë. Kuptoj, kjo është e instaluar në brendsinë e njeriu që t'i interesoj, domethënë vetja e tij. Megjithatë duhet t'i interesoj dikush që është jashtë rrethit të tij të ngushtë. Koshia e tij, ai tjetri që jeton në një lagje pak më të largët. Madje janë disa familje të cilat njihen se kanë nevojë për ndihmën tonë, sidomos nëse kjo ndihmë bëhet në mënyrë të organizuar. Andaj sadakatul fitri kur të vijnë ditët e fundit, duhet që të nxirret përpara namazit të Bajramit. Nga se siç është transmetuar nga i dërguari i Allahut, alayhi salatu wasalam, sadakatul fitri është sadaka e fitrit derisa të nxirret para Bajramit. Kur të nxirret pas Bajramit është thjesht një sadaka, edhe pse siç kanë thënë dietarët nuk bjen obligimi nga ky person. Më thonë, kush e meriton sadakatul fitrin pak më? Shumë pyetje në vend. Kujt duhet ja japim sadakatul fitr? Dietarët në këtë çështje ka prej atyre të cilët e kanë shtrënguar dhe të tjerë të cilët pak e kanë zgjeruar rrethin, edhe pse sidomos në kohën tonë ajo që është më praktike është që rrethi të jetë më i zgjeruar.
nga se ne sot gati se është e pamundshme, ose shumë e vështirë të gjejmë njeri i cili s'ka mundësi të ketë tryezën e Bajramit, ose nuk ka kafshatën e bukës për atë ditë. Flas për vendin tonë, kuptohet, nuk flas për vende tjera, nga se nuk e dim si është realiteti i gjendjeve. Megjithatë në vendin tonë, së paku, gati se është shumë e vështirë, mos theme pamundshme, që të gjejmë njeri i cili s'ka kafshatën e bukës për atë ditë. Andaj shikojmë njerëzit të cilët janë në gjendje të ngjashme. Po se gjetëm këtë që s'ka kafshatën e bukës, japim dikuj që është mbi këtë shkallë. S'është ai, dikush tjetër. Andaj njerëzit të cilët meritojnë ndihmën e të tjerëve në aspekt të zekatit, meritojnë edhe sadakatul fitrin. Andaj ju japim atyre, të cilët ndoshta janë të zhytur në borxhe, të cilët kanë probleme financiare, po ai ndoshta merr rrogë, apo rroga e tij është 350 euro, po ai ka 5 fëmijë, ka një grua të sëmur, i ka prindët me vetë. E kupton? Çka bëjmë me këtë person? Si themi, si ka mundësi që ose rroga e tij ti mjaftoj atij në jetën e tij? Shumë e vështirë. Andaj japim atij nga sadakatul fitri.